Hapësirat publike në lungomare, shëtitore mbregdetare të Vlorës po zjen në nisje të këtij sezoni turistik, duke penguar kalimin e qytetarëve dhe pushuesve vendase të huaj, nga reklamimet e deri tek kariget dhe tavolinat. Kjo është situata as pak normale. Mjafton një vëzhgim për gjatë gjithë lungomares për të parë nga afër se si bllokohen pa teklif kalimi normal i qytetarëve kombësor. Gjatë sezonit turistik do të jenë të shumtë ata që do të shëtisin në pedonalen e shëtitores mbregdetare, në një kohë që do të jenë jo vetëm qytetarët e Vlorës, por edhe vendase të huaj që do të vizitojnë qytetin mbregdetar gjatë sezonit të verës. E hapësirat publike të qytetarëve zien e zaptohen në nënhundën e policisë bashkiake. Mjafton të dalësh në një vëzhgim në lungomare për të parë nga afër se si janë zaptuar apo zënë nga bizneset, baret, restorantet apo qoftë edhe agjensitë të shërbimeve turistike, të gjitha hapësirat publike. Bizneset kanë dalë jashtë çdo perimetri që realisht duhet të kenë të drejtën e shtrirjes së aktivitetit të tyre, e për të cilën paguajnë taksat. Këto pamje nuk janë as pak normale, në një kohë që projektuesit e kanë ndërtuar këtë zonë për të shëtitur qytetarët e pushuesit, pra për këmbësorët, e jo për të zënë nga bizneset, tabelat apo objektet e tjera reklamuese, kariget apo tavolinat, çadrat apo vazot e luleve, e të tjerë.